Njoftim mortor, me idhërim të thellë në zemër, të thyer lajmërojmë komunitetin tonë edhe më gjerë se pas një sëmundje të rëndë, ndroi jetë në datën 15 shkurt në moshën 57 vjeçare, Nikol Doda Gojçaj. Funerali për të ndjerin Nikol do t'jetë ditën e hanë në datën 23 shkurt në Funeral Home Vuce en Calcaterra and Sons, në rrugën Van Dyke 25 mile në Shelby Township, prej orës 2 deri në orën 8 të mbrëmjes. Të pikluarit nana Hana, bashortja Kristina, djali Roku, vajzat Nina dhe Bianca, vëllezërit Marku dhe Stivi me Kristinën, motrat Maria me malotën Gjelina me Tonin, si dhe shumë nipa dhe mbesa të tij. Mesha e dritës për të ndjerin Nikol do t'jetë ditën e martë në datën 24 shkurt në orën 10 të mëngjesit në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, dhe varrimi do të bëhet me njëherë pas meshës në varrezat familjare dhe Resurrection Cemetery në Clinton Township. Nikola do të mbahet mend si bir e bashorti i mirë, si prind dhe shok i mirë, ishte njeri i sjellshëm, i qetë, i edukuar, i shkolluar, ishte inxhinier për kompaninë e madhe Ford. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij, shpirti i tij pushoft në paqe.